Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV tani për të komentuar se çfarë sonte do të ndodhë në Big Brother VIP Albania. Sonte pritet që të jetë një natë shumë e zjarë, do të thënë pritet prajmi i dytë të jetë shumë i nxehtë. Situatat në shtëpi, unë nuk do ta quaj që loja ka filluar, sepse loja nuk ka filluar fare. Ne s'kemi parë lojë, ne kemi parë një xhelozi, ne kemi parë një urrëtie, ne kemi parë një mllef kundërdrejt një banoreje. Do të thënë kemi parë gjysmën e shtëpisë kundër një vajze të re, e cila ka përzgjedhur edukatën, e cila ka përzgjedhur qetësinë, e cila ka përzgjedhur shpirtin e saj të butë. Një vajzë e cila me kulturën më të madhe i shkoi Benitës edhe i tha që nuk flihet me make-up, se është më se normale sepse ti e fliq jastikun ku flen, arritën deri në këtë nivelin që t'i gjuajnë parfum në fytyrë, që ju e dini rastin e Gjestit i cili u gjuajt me alkohol dhe sa keq që vuajti këtë gjë nga Gerta Gixhari, t'i gjuhet me parfum në fytyrë, të ofendohet, t'i gjuhet me jastik në fytyrë. Do me thënë i gjuhet me jastik në fytyrë dhe produksioni nuk reagon. Do me thënë produksioni thot shqyqyr që ndodhi kjo të kapin viralitetin. Qa viraliteti do kapësh o vlla, qa viraliteti do kapësh? Ti po promovon dhunën publikisht. Ti po promovon dhunën publikisht. Ti po miraton dhunën. Tani, ju keni ca regula dhe në qoftë se në për ato regullat e juaja, si produksion, tolerohesh kanë këto gjëra, që t'i gjuhet tjetrës me jastik në fytyrë, i gjuajtura me jastik në fytyrë nga ana e Albës kundër drejt Elionës është dhunë. Kjo është dhunë. Qa do më shumë se dhuna? Njëjtë është si të gjuan me jastik, si të godet me boks është e njëjta gjë. Ajo krijon dhimbje, lëre që është dhunë psikologjike, po këto kaluan edhe në dhunë fizike, që unë mendoj që të vedisohen gjërat dhe banorët e tjerë të kuptojnë rregullat dhe të kuptojnë që nuk kanë hyrë në xhungëll, por është një shtëpi që duhet falur dashuri, që duhet falur kulturë, që duhet falur shembull se çfarë të ndjekin njerëzit jashtë. Kjo është Big Brotheri. Big Brotheri nuk është burg, nuk është tortur, nuk është tmerr, nuk është mllef, nuk është xhelozi, nuk është urrëtie. Dhe këto banore po shprehin xhelozin ndaj një vajze 18 vjeçare që ka kulturën në maksimum dhe unë i them familjes publikisht ju lumt, keni rritur një yll, se po të ishte në i tjetër i kishte ka për flokësh këtë dyja, ma besoni. Sepse tani jemi gjithë njerëz, kemi gjithë ndjenja, kemi gjithë emocione, po do me thënë, në atë që ajo po kalon aty ajo gocë, po të ishte ndonjë tjetër, ma besoni që kishte arritur puna edhe më keq. Në me thëmë, produksioni deri më tani nuk ka ndërhyr fare. Shikojnë reagimet e fansave, shikojnë reagimet e familjes, në asë një mënyrë nuk ndërhyn. Dhe ju pyesni se çfarë do të ndodhën sonde. Sonde do trajtohet krejtësisht kjo si temë, do fokusohen jam i bindur më së shumti tek Alba edhe tek londrimi si fillim që kanë hyrë në banjo dhe kanë thyer rregullat që në natën e parë duke mos qenë zyrtarisht banor në shtëpinë e Big Brotherit, më pas do me thënë do merren me Benitën edhe me Albën dhe me Elionën. Por, jo gjithmonë duke nxjerr keq Benitën, apo jo gjithmonë duke e treguar atë realitetin e vërtet, sepse unë mendoj që produksioni, po të kishte ndërhyr, do të kishte ndërhyr që mbrëm. Do të thënë, nuk kishte asnjë kujdes mikrofonin, nuk kishte asnjë lëvizje, videoja ka qenë live, nuk mund ta fshehin, ka qenë transparente 24 orë. Tani nëse këto ligje, do të thënë, nuk thyeshkan, atëherë nuk e kuptoj se çfarë është thyerja e ligjeve në Big Brother. Këtë nuk e kuptoj definitivisht. Ajo që unë dua të them në këtë mes është që sonte pres një reagim të ashpër nga ana e Oltës, sepse unë Oltën e quaj shumë feministe dhe pres në fakt të jep një mbrojtje drejt femrave të asaj shtëpie. Pres një reagim të ashpër nga Leonora, nëse nuk e bëjnë produksioni atëherë le të flet Leonora dhe Olta, ato janë dy opinioniste dhe mendoj që familja nuk do ta toleron Elionën që të vazhdon në këtë gjendje, sepse Eliona aty brenda me këtë lloj torture dhe me këtë lloj lodhje psikologjie, ajo mund të shkatërrohet psikologjikisht. Dua të marr mendimin tuaj pse produksioni nuk ndërhyn. Unë e di që produksioni e bën të gjithën këtë për klikime, do me thënë i shiten sa më shumë video, të komentojmë ne, flasin të gjithë, por është e turpshme të tolerohen veprime të këtilla.